Në orët e para të mëngjesit, këngëtari Joz Marku ka ndarë një mesazh të drejtë për drejtë me ndjekësit e tij në Instagram duke kërkuar ndjesë për mungesën e komunikimit në mesazhet private. Mirëmëngjes. E vlerësoj dhe e çmoj shumë mbështetjen dhe dashurinë tuaj dhe kërkoj falje që në mungesë të kohës nuk mundem t'ju kthej përgjigje, shkruan ai në postimin e tij në Instagram, duke e shoqëruar këtë ndjesë me një ton miqësor dhe të hapur Jozi shton. Sot do mundohem t'ju përgjigjem shumicës për jush, po ju lej të më pyesni, a thoni ç'të doni. Ky postim i këngëtarit ka ngjallur kuriozitet pasi pritet të jap përgjigje sqaruese për disa nga ngjarjet e fundit që lidhen me Loredana Bratin apo deklaratën e bushme të Ledri Vulës, i cili u shpreh se nuk do të bashkëpunonte me Jozin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.